Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, edhe një herë për të sjellur pranë jush qëndrimet dhe njëkohësisht komentet e para të Shkëlzen Oruçit, banori i cili të martën me vendimin e publikut e la shtëpinë e Big Brotherit. Shkëlzeni për herë të parë ka reaguar në Instagramin e tij duke treguar falenderime, duke treguar mirënjohje, por edhe habi që ka përjetuar nga momenti kur ka dëgjuar emrin e tij nga ana e Ledionit se është ai banori i cili duhet lërë shtëpinë e Big Brotherit. Tashmë Shkëlzeni me daljen e tij nga ky kompeticion, nga ky reality show, ka kuptuar dashurinë e madhe që ka publiku për të, por njëkohësisht edhe atë respektin që ai ka fituar tek të gjithë ndjekësit dhe të gjithë fansat, të cilët e njohën për një kohë shumë të shkurtër, por njohën vlerat e veçanta, njohën një djalë me traditë, me kulturë dhe me shqiptarizëm të madh në shpirtin e tij. Shkëlzen Oruçi shkruan kështu në Instagramin e tij: kur dëgjova emrin tim që do të dilja nga shtëpia e Big Brother, isha me mendimin që familja dhe shokët që kam pasur gjithmonë në krah do t'i kisha, por kur nuk e kisha besuar që do të lexoja aq shumë komente dhe do të merrja telefonata nga njerëz që unë nuk i njihja. Dua t'ju falenderoj nga zemra për këto emocione që më keni dhuruar. Faleminderit Big Brother për mundësinë që më dhat të jem pjesë e kësaj eksperience. Ju jam mirënjohës të gjithëve, ju që më keni vlerësuar dhe besuar tek unë. Shkëlzeni ka reaguar në Instagramin e tij duke shprehur befasi dhe duke shprehur i çuditur nga mënyra se si është pritur dhe se si është duar trokitur jashtë për eksperiencën e tij, për atë djalin që tregoi dhe për njeriun që tregoi. Në fakt, ne do donim që të njohim edhe historinë e Shkëlzenit. Unë shpresoj që Shkëlzeni në një emision të na rrëfej historinë e jetës së tij, të na rrëfej sakrificat, të na rrëfej mundësitë, jetën, vuajtjet që ai ka kaluar dhe të njohim pse jo edhe momentet interesante që Shkëlzeni ka kaluar në jetë. Shkëlzeni është shumë falenderues ndaj produksionit, është falenderues ndaj të gjithë rrugtimit që ai ka bërë, ndaj të gjithë nismës në fakt që ka bërë në Big Brother dhe për qëllimin mbi të cilin ai ishte. Edhe pse u quaj si një fan i gjestit, pa marrë parasysh, Shkëlzeni e tregoi shokun e mirë, e tregoi shokun besnik që në fakt në këto ditë ku ne jetojmë është i mungueshëm dhe në këto ditë ku ne jetojmë nuk është prezent në jetën tonë. Shkëlzeni është shembulli i një shoku të spektakolar dhe një shokut të mrekullueshëm që ditë bëj vetëm vepra të mira.